Vetë me pa njërën prej partive opozitore. Po, Argjend, e kam një pyetje mbi këtë që po thua. Çka nëse bëhet ky koalicion, megjithatë Lëvizja Vetëvendosje i ka 61 numrat pa nevojen e partive të tjera, çka nëse hyj në koalicion dhe pastaj Lëvizja Vetëvendosje është e lirë që ta përjashtoj, ashtu siç kanë pasur frikën partitë e ish opozitës më herët? Nëse po shiqa, problemi është që në tutje në pasgjidhjet e 28 vetorit kemi pasur... A hynë në këtë mënyrë partitë e ish opozitës në koalicion me Kurtin, duke e ditur se kur të dëshiron mund t'i përjashtoj nga qeveria? Më tutje me 61 vota, qeveria në kuvend është shumë fragile dhe mund edhe të thehet ajo. Prandaj edhe besoj që Lëvizja Vetëvendosje e ka të domosdoshme që ta bëj një koalicion të tillë dhe nuk do të lëvizë nga koalicioni. Unë kështu mendoj. Dhe besoj që do t'i jap hise shumë. Duhet t'i jap hise të mëdha njërës prej subjekteve politike në qeveri, edhe matutje nuk do të kemi nevojë që të shkojmë në zgjedhje të vazhdueshme. Unë kështu e pres, edhe besoj edhe sjellja e zotit Kurti duhet të ndryshojë. E qartë, profesor, po. Ne kemi pas raste kur kanë funksionuar qeverit edhe me ma pak deputet, nësa më kujtojt mu qeveria tha që 2 me AKR-n, PDK, AKR, ka pas në numër ma të vogël, që sa 60, në fund sepse ka pas në largim të disa deputetve. Derisa e dim që kemi pas qeverin, koalicionin e madh, vitin 2014, PDK, LDK, edhe cila ka pas dikun duket 83 deputet, ma shumë se 2/3, po, kishin problemen me zveti dhe deshtoj si qeveri. Kështu që numrat jo gjithsesi janë determinues, sado që absolutisht pajtona me parafolësit që sa ma shumë që ka deputet në qeveri, në dispozicion, që mundet më bështetë në ta, punën e kanë ma të lehtë. Por se nuk është gjithsesi... Profesor Vuja që Kurti mund t'jetë i pabes në qeveri, më përmendoj me partitë opozitore. Këto janë terme kanonore, cilët nuk vlenë në politikën moderne, janë interesat partijake, janë qëllimit e tyre, ato ndryshojnë. Ato mund ndryshojnë dhe tash kjo pre bespremje e tjera, mendoj që ishdeshna me i te i kaluë. Në kuptimin politik, profesor, e thash normalisht. Po të kuptojnë, se s'ka ato far beslidhjet përhershme politiken, gjithmonë ka meqë dhe armeqë, mos me thonë kundërshtar, që të lëvizin për i rastit në rast. Po më falë, veç edhe një fjali, po mendoj që edhe partit nuk pranojnë vetë më fut në kalkulimet tila sepse mundën munda keq. Ta zomë, lëvizja, qeveria tha që me fakti Isa Mustafa, ajo ka qenë, ka pas numrat mjaftueshëm, por janë prish, kanë pas interesat ndryshme, kanë pas qëndrimet ndryshme, për çështje të caktuara dhe janë rrugët politike ndahen, kështu që nuk është ajo pabesi. Ju kanë dalë interesa agenda tjera për para, i kanë vlerësue. Ashtu, në fundit ata partitë politike qashohen është kur kanë me qenë zgjedhje tjera, fokusin e kanë ato dhe këto fiskultura tyre janë pa parashikueshme, po ndodhen vazhdimisht. Profesor, dhe më pas për të njëjtën pyetje do kalojmë edhe tek të tjerët. Po flasim për gjasat reale që partitë të ulën dhe të diskutojnë, sidomos për çështjen e presidentit më pas. Lidhja Demokratike e Kosovës në këtë zgjedhje ka kandiduar përveç me një kandidat për kryeministër edhe kandidat për president. Në anën tjetër, menjëherë pas bërjes publike të rezultateve preliminare, Lumera Abdigjiku tha se ne në gjitha bisedimet kemi një emër për presidentin dhe ajo është Vjosa Osmani. Në anën tjetër, Vjosa Osmani pati një deklarat ku tha se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka pse të mos më propozoj ose të mos më të refuzoj emrin tim dhe kemi deputet të Lëvizjes Vetëvendosje të cilët tashmë me emër mbi emër publikisht kanë dalur kundër duke thënë se nuk do ta keni votën tonë. Është zonja Matoshi, është zonja Kryeziu dhe të tjerë deputet të cilët kohëve të fundit pashë se kishin publikuar. Sa janë gjasat reale të bëhet një koalicion me LDK-n apo përjashtohet nga këto bisedime, meqense Lëvizja Vetëvendosje gjithmonë kishte tentuar që koalicionet të bënte vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Që jemi sinqert, kishte qenë shumë befasuese për mua nëse ne
kandidate si zonja Osmani, tash pas gjithë atyre deklaratave të saj, kthejhet prap edhe pret votën prej njerëzve të rrezikshëm, siç janë Zoti Kurti, siç i ka quajt. Por se zonja Osmani tash në ndërkohë nuk u befason më fare, domthon, por që e bën ajo edhe këtë kërkesë kur s'ma kish marrë mendja. E pati. Po, e pash edhe ushtonga, absolutisht. Dhe ishin ndër fjalët e para që tha... Natën e zgjedhjeve, kjo është e pa... Për mua është e pa kapshme, por se duket që apetitet politike ka njerë janë më të fortë.